Është hadithi i Thaubanit radiallahu anhu, dhe po kështu ka ardhur dhe prej Ebu Hurajrës radiallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ka thënë, do t'jetë afër koha kur popujt e tjerë apo ummetet e tjerë do të vërzulen mbi ju sikur se ulen ngrënësit rreth enës së tyre. Atëherë dikush nga të pranishmit tha, do të ndodhë kjo gjë kur të jemi pak në numër, pra numri ynë është i pakët, dhe ja kthen profeti sallallahu alaihi wasallam, bel antum yawma idhin kathir, jo, atë ditë do të jeni shumë, do të jeni shkum si shkuma e përrojt. Dhe se Allahu do të heqi prej zemrave, do të heqi prej gjokseve të armiqve tuaj frikën ndaj jush, dhe do të hedhi në zemrat tuaja el-wahan, wahanin, pra dobësin. El-wahan është dobësia, një lloj smundje. Një pranishëm nga sahabe thot, o i dërguari i Allahut, çfarë është dobësia? Pra, cili është problemi i kësaj dobësie? Ka thënë dashuria për dynjan dhe urrejtja e vdekjes. Pra, ky problem i madh që nga dashuria për dynjan, dhënia e tepërt mbas dynjas. Dhënia mbas dynjas dhe po kështu dhe urrejtja e vdekjes është e lidhur me dhënien pas dynjas.